Nëse CEO ka 10, 20, 30 këshilltar, mjafton vetëm një këshilltar të largoj ose ta shkurtoj dhe do plotësohen kërkesat e 200 naftëtarëve. Ti largoj që tu zotaj. Ore ti e betuar për atë leunare. Griuni aty. 2.000 lek nafta, qa është këshume? 2 euro nafta. Na diskriminojnë në gjitha mbyrat. Gjendja shëndetësore e grevistëve po shkon nga ora në orë drejt përkeqësimit duke rrezikuar seriozisht jetën dhe shëndetin e tyre. Kërkesat e naftëtarëve janë: 1. Të rritet fondi I pagave nga kompania me 18% dhe shpërndarje te pagat e ulta. Së dyti, pagat të jetë dinjitoze për punonjësit me paga më të ulta, të cilat janë shumë diskriminuese në krahasim me pagat që marrin disa persona që punojnë në këtë kompani. Sistemi I pagave të jetë transparent dhe ngritje në detyrë me merit. Nuk mund të paguhet me një pagë qesharake një naftëtar, një inxhinier nafte që punon në kushte të vështira, në vap, në 25 gradë, në shi, sepse fusha nuk ndalet asnjëherë për ata që nuk e din. Në dita festash kur të gjithë janë me familjet, ata janë atje. Mos flasim pastaj edhe për rreziqet që sjell vetë vendburimi, vetë industria, sepse kot nuk konsiderohet si industri e rëndë.